Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi ala ihsanih, wa shukru lahu ala tawfiqihi wa imtinanih, wa ashhadu an la ilaha illa Allah, wahdahu la sharika lahu ta'dhiman li sha'nih, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Salawatu rabbi wa salamuhu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwanih. Allah në Azza wa Jall lavdërojmë, ata falenderojmë, vetëm prej Tij ndihmë dhe falje kërkojmë. Dëshmoj se nuk meriton të adhurohet askush me të drejtë përveç Allahut, i cili është një dhe nuk ka shok, dhe dëshmoj se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është rob dhe i dërguar i Tij, paqja, mëshira, bekimet e Allahut Azza wa Jall qofshin mbi të, mbi familjen e Tij të ndershme, mbi shokët e Tij besnik dhe mbi gjithë ata të cilët e përcjellin në rrugën e Tij deri në ditën e gjykimit. Me lejen e Allahut Azza wa Jall, sot do të marrim një hadith pejgamberit sallallahu alaihi wasallam e komentuar, i cili flet për një çështje shumë të madhe për të cilën ka nevojë shumë njeriu. Jo njeriu, po çdo njeri. E kam fjalën për hadithin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ku na informon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se Allahu e shtrin dorën e pendimit në mbrëmje që të pendohet mëkatari i ditës, e shtrin dorën e pendimit gjatë ditës të pendohet mëkatari i natës, e kjo kështu të vazhdon derisa mos lind dielli prej perëndimit. Kjo është hadithi, dhe më thonë të cilën do të e komentojmë sot, duke u nisur nga ajo që thash për këtë hadith dhe për këtë temë kemë nevojë të gjithë ne, këtë njerëzit pa përjashtim, se i përsosur është veç Allahu Azza wa Jall, e pa gabime jenë vetëm pejgambert. Në tjertë, të gjithë kemë mëkate, dikush më pak, dikush më shumë. Kullu ibn Adam khata, wa khairul khata'in at-tawwabun. Çdo bir i Ademit është mëkatar, e më i miri prej tyre është ai i cili pendohet. Po gjithë kemi nevojë të kthehemi te Allahu Azza wa Jall, të bëjmë pishman, e të pendohemi, e të kërkojmë falje për mëkatet që i kemi bërë, me qëllim e pa qëllim, në rast dobësie e kështu me radhë. Po alhamdulillah që kjo derë nuk është e mbyllur. E ky hadith, para se me fol disa çështje në lidhje me këtë temë, kisha pas qef mund dal ka pak këtë hadith me e komentu. Allahu e shtrin dorën e pendimit në mbrëmje të pendohet mëkatari i ditës. E shtrin dorën. Po informon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se Allahu Azza wa Jall ka dorë. Edhe është prej cilësive që duhet me besu se këtë cilësi Zoti ka përmendur jo vetëm pejgamberi se në këtë hadith e hadithe tjera, po e ka përmendur Allahu Azza wa Jall edhe në Kur'an. Kur ka folur për jahudit, kanë thonë jahudit kur e kanë cilësuar Allahun Azza wa Jall, kanë thonë për Allahun se qalet al-yahudu yadullahi maghlula gullat aydihim wa lu'inu bima qalu bal yadahu mabsutatan yunfiqu kayfa yasha. Dhe kanë thonë jehudit, hebrejt, dora e Zotit është e shtrënguar. E Allahu Azza wa Jall e përgënjeshtron këtë bindjet e tyre duke thonë se të shtrënguara i kanë durt ata. E u mallkofshin për këtë çka e thojnë, se duart Allahut Azza wa Jall janë të shlira, është bujar, është i gjymërt, edhe Allahu Azza wa Jall jep pa kufi. Pra e ka cekur, kur ka dosht me mohu atë që e atribojnë Allahut Azza wa Jall se është dorë shtrënguar, Allahu Azza wa Jall për çështjen e cilësisë së dorës nuk ja u ka mohu, se Allahu ka cilësi mirë, po ja u ka thonë se Allahu ka dorë, po durët e tina nuk jenë shtrënguara edhe që shpi cilësan e tina, jo mirë po durët Allahut Azza wa Jall janë shtira edhe jep që shdonë dhe sa donë dhe kuna donë. Apo kur ka folur Allahu Azza wa Jall
për krijimin e Ademit, edhe kur e ka urdhëruar Iblisin me i bë sejdë. I ka thonë: "Ja Iblis, ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu bi yadayya." I ka thonë: "O Iblis, e çka të pengoj ty me i bë sejdë këtij të cilën e kam krijuar me durët e mia?" E ka fjalën për Ademin. Po du me thonë se realisht të atribuarit se Allahu Azza ka dorë, kjo është besimi i Ehlus Sunnetit. Nga se me këtë ka ardhur Kurani, ka ardhur Sunneti, ka ardhur domethënë në forma të ndryshme, ndonjëherë në dysi, dy duar, ndonjëherë ka ardhur dora e Allahut Azza wa Jall. E kështu me radhë që më tregu se është për qëllim cilësia, nuk është domethënë sinonim diçka tjetër apo metaforë me pas qëllim diçka tjetër, mirë po është fjala për dorën. Nga se ka në hadith tjetër kur ka folur që e kam pyet pejgamberin sallallahu alaihi wasallam pse po bën dua shumë: "Allahumma ya muqallibal qulubi thabbit qulubana wa qalbi ala dinik", o ti cili rrotullon zemrat, ma përforco zemrën time në fen tënde. Ka thonë: "Ja Rasulullah, shumë po e bën këtë dua, pse?" Ka thonë se zemrat e njerëzve jenë mes dy gënjeshtrinjve të Allahut Azza wa Jall, i rrotullon çu çdon. Por faktikisht ka ardhur njëjës, ka ardhur dysi, ka ardhur që ka gënjeshtri që më tregu se nuk është domethënë këtu metaforë, nuk është një sinonim diçka tjetër për qëllim, por është dora e vërtetë e Allahut Azza wa Jall. Mirë po, kësaj duhet mjaftuat që kemi thonë edhe kur kena shpjeguar kur këtë temë se nëse ja atribojmë Allahut Azza wa Jall cilësitë, nuk e kem për qëllim që mja përgjasur unë a Zot me thonë dora Allahut është si dora njerit. Lejse kemithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir. Allahut Azza wa Jall nuk i përgjan, nuk i shëmbëllen askush, kurse se kem ndërmend, as nuk na shkon bindje që thjesht në kokat tona që kur të thëmë se dora e Zotit ka, kem edhe dora tina si dora jonë. Ashtu siç kur thëmë që është qenia e Zotit, edhe ne kem qenie, nuk dojnë me thonë se qenia e Zotit është si qenia e njeriut. Ashtu edhe sifatet e Allahut Azza wa Jall nuk janë sifatet e njeriut, mirë po kem kujdes, ja atribojmë Allahut Azza wa Jall atë që ka atribuar vetes së tina, ai dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, duke mos i devijuar edhe shtrembruar, nga se për këta që të bojnë një gjatë të tillë ka dënim të dhimbshëm. Kjo është, domethënë, më se është përmend dora e pse kom si mesele, se realisht qëllimi është me folë për të pendimin. Ama shikoni si ka thonë Allahu Azza wa Jall, e shtrin dorën. Mbrëmje mu pendu me katari ditës, e shtrin dorën ditën mu pendu me katari natës. Kur e shtrin njeriu dorën, për çka e shtrin? Njeriu zakonisht kur të shtrin dorën, e shtrin për me lyp. Allahu Azza wa Jall na ka kriju edhe thjesht na furnizon, e na pibojmë mëkat atina. Dhe ai prap Allahu Azza wa Jall po na kërkon, po na lyp, po na nxit, kthehuni, pendohuni. Domethënë kërkoni falje te Allahu Azza wa Jall. Çfarë forme ka përshkruar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, që thjesht Allahu Azza wa Jall po na shtrin dorën, tu na lut kthenu, pendohuni se për të mirën e juve keni. Kjo është një prej kuptimeve që thonë dietarët. Kuptim tjetër është se njeriu kur të shtrin dorën, do me tregu se është i gjymert, është bujar, është fisnik, nuk e rodh, nuk e kursen, nuk e ka me cikër që i thojmë ne. Pikërisht këtë e bën Allahu Azza wa Jall me pendimin. Realisht kur fal, që shka në hadithin tjetër të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, hadithin kutsi, që o robi im, nëse mëkatet tua e mrin edhe qiellin, kërkon falje, unë t'i falje dhe se kam dert. Por thjesht bujaria Allahut Azza wa Jall i të i kalon të gjitha përmasat që ka mundsi njeriu me imagjinu, nga se kem të bëjmë me Allahun Azza wa Jall, i cili është bujar, i cili është fisnik, i cili nuk kursen dhe thjesht po kërkon që ne të pendohemi. Mirë po thot, e shtren dorën natën mu pendu me 4 orë ditës, e shtrin dorën ditën mu pendu me 4 orë natës, derisa mos të perëndon dielli apo të lind dielli për perëndimit. Që i bie se realisht çështja e pendimit ka fat.
Njeriu i pranohet pendimi derisa mos ndodhen ato shajet e mëdha të kiametit kur të lind, domethënë dielli prej perëndimit. Kjo është shaja e parë që kur bëhet kështu për këtë njerëzimet mbyllet kjo derë, mos ka as po besimtari më bë besimtar, as ai që besimtar më thon po bëna borr më i mirë, njëri më i mirë, thjesht u mbyll kjo derë. Mirë po edhe për insanin si insan në mënyrë personale, individuale, edhe ai ka një afat që edhe ti në mbyllet dera. Ka në hadith vërtet pejgamberit sallallahu alajhi wasallam se njeriu i pranohet pendimi përderisa të mos i ka si ka ardhur shpirtin fyt. Në gjuhën arabe i thënë el gargara, a ka po njeriu kur e shten ujt e që së mundet me e qup të poshtë. Faktikisht i jetën fyt as shkon as mundet me nxjerr. Vjen një moment kur robit i ngushtohet jeta dhe fryma, faktikisht edhe me dhon diçka me pi si shkon të poshtë, nga se faktikisht i ka ardhur shpirtin fyt, edhe është në përfundim edhe tu e dërzu shpirtin, e nëse në këtë moment dhe më thonë njeriu pendohet ose do më pendohet, nuk ka mundësie, nga se Allahu azza wa jalla ka thonë وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ. Dhe nuk pranohet pendimi për atë person i cili bën mëkate derisa të vjen vdekja. E kur të vjen vdekja thotë unë tash po pendohena. Kur vjen shpirti e fyti më, domethënë nuk ka pendim, ashtu siç nuk ka pendim kur lind dielli prej perëndimit, prej perëndimit, nga se Allahu azza wa jalla ka thonë yawma ya'ti ba'du ayati rabbik la tanfa'u nafsan imanuha ma lam takun amanat min qablu aw kasabat fi imaniha khayra. Kur vin disa prej shajave të kiametit, disa argumentet e Allahut azza wa jall, nuk më i bë dobi njeriu nëse s'ka besuar apo nuk ka i paraprit diçka me të mirë imanit të vet. Mirë po, nëse dera e pendimit ka mundësi më shty, ose dhe të lind dielli prej perëndimit, ose dhe të vjen dera, domethënë shpirtin fyt. Ama ku me ditë na se kur e kem atë momentin që domethënë vjen shpirtet e fyti, sa njeriu mundet me dal prej shtëpie mos më kthy, sa njeriu zohet mëngjes e semrin akşami, sa njeriu ka shku në udhtim e s'ka mujt më kthy hiç më, faktikisht përderisa është kjo çështje, as nuk e dim kur na vjen deka, as nuk e dim kur bëhet kiameti, e kur vin këto shajet e para, faktikisht edhe nëse njeriu ka mundësi edhe hapësirë me shtyp pendimin, ky hadith po na do me tregu se që atë njeri i cili ka bë mëkat ditën, Allahu po ta mundson me u pendu me ernatën, mos e prit ditën e dytë e më nxon e si se pendu. Po shpejto pendohu se nuk e din kur i ki dekën. Që është kuptimi i hadithit, që thjesht dera pendimit është e hapur derisa të lind dielli prej perëndimit, ose deri të vjen shpirti në fyt. Mirë, po ki kujdes se realisht mos nxon dita e dytë. Domethënë nëse ke bë me kot sot me nxon në nesër pa bë teube, domethënë mbrëmje, e nuk është për qëllim që realisht nëse ke bë me kat ditën nuk të pranohet pendimi vetëm nëse bën pendim natën, ose nëse ke bë me kat natën nuk të pranohet pendimi vetëm se bën pendim ditën. Kjo nuk është për kuptim, vetëm është fjala që Allahu azza e pranon ditën edhe natën pendimin, edhe në çdo kohë, mirë po shpejto që mos ta nxon dita e dytë ose nata e dytë mëkatin pa u penduar dhe u kthye te Allahu azza wa jall. Kjo është në pika të shkurta kuptimi i këtij hadithit, edhe pse është mirë shkurtimisht me i cek disa gjëra që kanë bëjnë me pendimin. E para atyre që pe cekun vazhdimisht është se pendimi është vëllezër të nderuar prej argumenteve të ekzistimit të Allahut azza wa jall. Nga se ai i cili krijon edhe i njeh krijesat e tina, i din krijesat e tina. Pra ai i cili krijon dhe din, ai është krijuesi. Se ai i cili nuk krijon apo krijon e nuk din, ai nuk është krijues. Krijues është ai i cili din edhe krijon. Allahu azza wa jall e ka kriju njeriu edhe e din, edhe e njeh. Edhe i njeh dobësitë e tina, edhe i njeh përparësitë e tina. E përderisa ka kriju vetë, edhe ja din dobësitë e tina, edhe din që s'ka mundësi njeriu po bën mëkate, Allahu azza wa jall për rahmetin e tina ja ka hap derën e pendimit. Se përndryshe, nëse s'ta hap derën e pendimit, domethënë ti bën mëkate, ose Allahu azza wa jall nuk pe di ka që ti je i dopt të bën mëkate, runa Zot,
ose din që me bo mëkate, e ta kam shel deri në pendimet, e kjo nuk përkon me rahmetin e Allahut azza wa jall. E Allahu azza wa jall është dhe i dijshëm, mirë po, edhe Allahu azza wa jall është i mëshirshëm, edhe për atë thash, e shtrin dorën, du na kërkuar mu pendue, siç na ka kërkuar në këtë hadith, e siç na ka kërkuar në për shumë argumente tjera, kur ka thonë Allahu azza wa jall, inna Allaha yuhibbu at-tawwabin wa yuhibbu al-mutatahhirin. Allahu azza wa jall i don ata që të pendohen, ata që të pastrohen, i don. Janë zgjedhur të Allahut azza wa jall ata që pendohen te Allahu azza wa jall. Se njeriu ka mundësi me u pendue, edhe me ndjek keqardhje për pendimin e tina, sa që më përmirësu gjendja edhe me kon më mirë se kur ka qenë para se me bu mëkat. Se e shihni shumë njerëz të cilët realisht nuk kanë qenë të udhëzuar, e kanë shiju atillësinë e devijimit, e të këqijave që i kanë praktikuar dhe i kanë punuar në kohën e ignorancës. Kur ka dash Zoti e i ka udhëzu, edhe i më kthy sinqerisht, realisht shumë më kon më të fortë, në mënyrë të mirë se ndoshta dikush që faktikisht ka qenë si musliman edhe domethënë nuk ka qenë i devijuar apo i sprovuar me çështje të kësaj bote. E thjesht Allahu azza wa jall kur njeriu pendohet dhe pendimin e ka të sinqert, domethënë Allahu azza wa jall e don, inna Allaha yuhibbu at-tawwabin. Allahu azza wa jall i don ata që të pendohen. Ka në ajet tjetër ka thonë wa tubu ila Allahi jami'an ayyuha al-mu'minuna la'allakum tuflihun, dhe pendohuni të gjithë o ju besimtar të Allahu azza wa jall, nëse doni me qenë shpëtuar. Ka në ajet tjetër ja ju alladhina amanu tubu ila Allahi tawbatan nasuha, o ju që të keni besuar, pendohuni te Allahu azza wa jall me një pendim të sinqert. Ka në hadithën e vërtet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ku ka treguar se Allahu azza wa jall sa domethënë gëzohet me pendimin e robit të tij, edhe ka marrë shembull si ai personi i cili ka marrë rrugën me deve edhe me ushqim cilën e ka të ngarkuar mbi atë deve, edhe ka shkuar rrugës në një shkëtir, edhe i humbsh ajo devja, i largohet me gjithë ushqimin dhe nuk i mbetet atina vetëm se me shku në mushtrinë në hijen e një domethënë pemë me prit vdekjen, edhe duke qëndruar ashtu i kthehet prapa ajo devja me gjithë atë ushqim. E ai pe gëzimit madh se pshtoi pe dekës, thot o Zot ti je robi im, unë jam Zoti yt. Gabon pe gëzimit madh. E thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, Allahu azza wa jall është edhe më i gëzuar me pendimin e robit të tij se ky person i cili e gjet tash domethënë ushqimin dhe shpëtimin e tij në këtë shkretin. Po thjesht ky është Zoti jon për të cilën thjesht po thrasim të pendohem të kthehemi te Allahu azza wa jall, të kërkojmë falje për mëkatet tona, nga se Allahu azza wa jall na don, Allahu azza wa jall gëzohet, Allahu azza wa jall insiston që ne të pendohemi, edhe thjesht në pjesën e fundit të natës kush qohet dhe bën lutje, thot Allahu azza wa jall, a ka kush që më lutet që t'i përgjigjem, a ka kush që më kërkon falje t'ia falje, a ka kush ndonjë kërkesë të veçantë t'ia realizoj atë qëllim atë kërkesë. Po thjesht Allahu azza wa jall po na urdhron, po na nxit, po na dën që të pendohemi, të kthehemi te Allahu azza wa jall. Edhe vetë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, i cili është prej atyre që Allahu azza wa jall kishte falur gjitha mëkatet e kaluara, edhe të ardhme. I thoshte njerëzve, o ju njerëz, pendohuni te Allahu azza wa jall edhe kërkoni falje, nga se unë i kërkoj falje Allahut azza wa jall më tepër se 100 herë. Mirë po vëllezër të nderuar, si çdo gjë që ka kushte dhe pendimi ka kushtet e veta. Nuk është njeriu vetëm me thonë u pendova e me vazhdu në avazin e vjetër, edhe me thonë faktikisht Allahu azza wa jall më fal, mirë po, edhe pendimi ka kushtet e veta. I përmendëm shkurtimisht, përderisa jam duke e folur në këtë hadith, ajo është se njeriu fillimisht duhet me kon, domethënë me pas dije për asaj çka po pendohet, me ditë se tu i bën mëkat Allahut azza wa jall fillimisht, mos më mendu që këtë në mësenet i ka mirë, edhe s'ka me ta, edhe me thonë se unë kur gjë këtë zbëj, e kështë më radhë se dhe me thonë me u basin qertë me vetën e tina, as nuk falet, as nuk agjeron, as nuk jep zeqat, e përgojen njerëz, e nështë ta ju bihin në hak njerëzve sene, e kënina thëtë unë jemi mirë, se kam zemrën e mirë, kjo fillimisht ka nevoj me e trajtue një orit e tina, që mu nalë me vetën e tina me thonë që ej, ka dalë se ti halesi jetu e ditë që je smut, halesi jetu e ditë që je mëkatar, e s'ka mundësi me e trajtu të smundjen apo mëkatin, që se si të e pranu fillimisht që je mëkatar, e për mu pendu kushti parë është që njeriu me ditë që të bo gjëna,
ju me mendu që më i mirë se të s'ka, se faktikisht xheneti për ty u krijuar kështu më radh, po dije që je rob i dopt, mëkatar, edhe ato me shumë mëkate, e kështu më radh që me pasue mos andej pendimi. Çështja tjetër që duhet me pas konsideratë me pendimi është që njeriu duhet me qenë i sinqert në pendim kur pendohet, mos mu pendue apo mos me lënë një mëkat për shkak se s'tjosh më ai mëkat, apo se kije më takatin edhe kushtet me bë atë mëkat, ose ti dën me bë atë mëkat edhe kështu me radhë mirë, po ka dalë një pengesë e të ka pengue me kry atë mëkat, ama ti jetën e ke pas me kry edhe ke marrë këtë sebebet me kry. Faktikisht nuk është kjo domethënë pendim. Kjo është pamundësi apo mosjoshje, ose ka dalë një pengesë, ama pendimi kërkohet që me qenë i sinqert, ashtu siç kërkohet çdo vepër me qenë i sinqert. E masandej nëse do të më pendu kusht tjetër është që njeriu domethënë me lënë gjunohin, mu pendu thjesht se nëse thjesht njeriu vazhdon me bot njëjtën gjuna, thotë o Zot falem ose në më pendu, faktikisht kjo është hajgare dhe kjo është mahi. Si më thon njeriu domethënë që unë më bën halal, ama çat njëjtën mëkat, çat njëjtën zullum të ta bë, as do ta nal hiç. Çka shkëm më thon njëri, ti hajgare të bën me mua, aty po mbahitesha, e me Allahun azza xhel se është i plot fuqishëm edhe i plot madhërishëm, nuk guxon njeriu me bë kësaj çështje. Qofse faktikisht don më pendue, fillimisht le mëkatin. Le mëkatin. Mos u mjafton me thonë astaghfirullah, kërkoj falje kështu me radh, nga se shembulli i kësaj nëse njeriu vazhdon me bë mëkat, është si një njeri që e ka marrë një shpuzë në dorë edhe pe fshin një pjesë, a atë çeshmen se ka nal hiç. Qofse don me me pastru një vend, nuk mjafton vetëm që është shpuza. Fillimisht nalë çeshmen që do ta bë, domethënë vërshimin e të ta bë, domethënë aty gjithatë papastërtie kështu me radh, e masandej merr shpuzën. Nalë mas parë çeshmen, nalë mëkatet e masandej domethënë pendohu te Allahu azza wa xal. Kjo tjetra domethënë kusht tjetër që kanë thënë dietarët është që njeriu të pendohet, të ndjej keqardhje për mëkatin që e ka bë, edhe të keqardhje të madhe se ka shkel madhrinë e Allahut azza wa xal, ligjet e Allahut azza wa xal, urdhat e Allahut azza wa xal, urdhat e atij i cili ka kriju, atij i cili të furnizon, atij i cili mbikëqyr, atij i cili thjesht nevojat tua, hallet tua, dertet tua, atina ja adreson. Faktikisht për këtë duhet me pas keqardhje dhe kjo duhet me kon boshti i pendimit sinqert. Nga se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë tawbe nadamun tawbe, do keqardhja është pendimi, nga se ai ka dhe ai shtylla kryesore e pendimit është që njeriu me ndje keqardhje, me ditë se çfarë të mirë është Allahu azza wa jalla i ka dhënë, edhe si ka i trajtuar mirësitë e Allahut azza wa jalla me krenësi, me mëkate, duke përdorur, duke shfrytzuar begatitë e Allahut azza wa jalla për mia thy urdhat e Allahut azza wa jalla. Pra thjesht fillimisht do të njihet keqardhë njeriu, e masandej me kalon hapën tjetër që me pas vendosmërie që thjesht mos më kthym atij mëkatit. Jo me thonë sa po pendohena, ama në mendjen tonë që nesër domon ku me përsërit. Sot po pendohena, domethënë kur të vjen kontakti i parë me të njëjtën mëkat me vepru mirë, po ja ju alladhina amanu tubu ila Allahi tawbatan nasuha, o ju që keni besuar pendoheni te Allahu azza me një pendim të sinqert, e pe sinqeritetit është që njeriu nëse është i sinqert mu pendu, me vendos që thjesht mos më kthy. Kjo do të thonë që ndoshta antarmen apet ki mu dobsu, edhe ki me rapet një të mëkat. Mirë, po tash për momentin kur ti po pendohesh duhet me pas këtë bindje, që o Zot, unë bi pishman, kërkoj falje çka kam bë, edhe me lejen e Allahut azza mos se përsëriti këtë gabim. Se për ndryshe nëse e ki ndërmend prapë më kthy, atëherë kjo nuk është domethënë pendim, mirë, po kjo është istighfar, pe istighfarëve domethënë që ka mundësi Allahu azza wa jalla të falë, ka mundësi edhe nuk ta fal. Këto ishin disa kushte që kanë bëjnë nëse është mëkati me Allahun azza wa jalla. Se nëse është mëkati edhe me njeriu, domethënë i ke hin hak njerit, i ke marr pasuri pa hak, i ke marr domethënë tokë pa hak, e ke dëmtu materialisht, e kështu me radhë, apo nuk e ke dëmtu materialisht, po ke dëmtu edhe ke prek nderin e tina, duke shpith për të,
duke bardh fjalë për të, duke përgojuar të, e kështu me radhë. Tash këtu vjen edhe një kusht tjetër që duhet njeriu me kërku halallak. Qofse është dëm material, duhet me kthy dëmin material. Qofse do mu pendu te Allahu azza që nesër me dal hesabet mirë, qofse Allahu azza don. Thjesht qofse materialisht m'ia kthy ose m'ia lyp halallakun që s'mundesh m'ia kthy. Qofse është domethënë nderi i tij e ke përgojuar kështu, qofse ki kurajo edhe burrni, edhe edhe mendon që ajo është çaq njëri i mirë që ka mundësi ta fal, atëherë shko dhe kërkoj falë Allah, thuj kum shpif për ty, kum gëny për ty, kum bajt fjalë për ty, kum përgoju për ty, është thot, edhe e din se është çaq burr, saqë faktikisht e te i kalon këtë mas. Qofse e din që ka mundësi është shpirt ngushtë, edhe ka mundësi domethënë që çel varr treja, e çel probleme të reja, e është çështje vetëm deri thon dietarët, ndoshta në këtë rast në mjaftohet mos më përmend atina, mirë po më munduam mas andej aty ku i ke bë dëm, në ato rrethe, ato mezhlise ku e ke përmend kem për keq, ose ku e ke gëny për të, me tregu realitetin se realisht nuk është çysh kom thon, mirë po ai është burr i mirë, ai është njëri i mirë, kështu me radhë, që me këtë ndoshta Allahu azzel ta fal domethën mëkatin. Këto ishin domethën kushtet e pendimit, nuk po zoti më tepër që mos më bëhet tepërt, vetëm që po e përfundoj me 2-3 çështje. E para, ajo që duhet me kuptu për këtë hadithit është se dera pendimit është e hapur te Allahu azza wa jall gjithmonë. Edhe këtë derë duhet me pas njeriu gjithmonë konsiderat, edhe nuk e ka kërkush as drejtën as autoritetin, më mbyll dikujna me thonë se për ty s'ka pendim. Vetëm kujtoni atë rastin e atij personit i cili ka mbyt 99 vet, edhe ka lyp zgjidhja ka pendim. E ka shku te një ignorant, e ka pyet, e ka thonë se jetë të ski, që i them atë ski çka shkon te Zoti, se i ke mbyt 99 vet. Ka thonë që se s'kam çka shkoj te Zoti, s'ka pendim për mua, po të mytë edhe ty dhe gjaz mazi zbat, edhe ka mytë dhe i ka bën 100. E kur ka shku te një njeri i dijshëm, ai ka thonë kush ta mbyll ty derën te Allahu azza wa jall, përderisa thash nuk ka lind dielli për perëndimit ose nuk ka ardhur shpirtet e fyti, gjithmonë duhet me ditë njeriu që dera e pendimit është domethënë e hapur dhe përkundrazi Allahu azza wa jall gëzohet edhe kërkon, e thash e shtrin dorën si ai që të lyp, që më thon ktheu te Allahu azza wa jall, jo pse Allahu ka nevojë për ty, mirë po ti ke nevojë për Allahun dhe për pendimin te Allahu azza wa jall. Kjo është çështja e parë. E dyta, domethënë njeriu kur nuk duhet me u dëshpëru. Nga se realisht në këtë çështje ka herë shejtani ka çasi kurtha, edhe të shtin me bë gjëna, edhe masanej të shtin gjëna mas gjënoj me bë, të thonë se gjënojnë që ke bë s'ta fal kush, e thjesht pendimi ka pendimi domethënë kushte të mëdha, e kështu me radhë, faktikisht do të me ditë se sa do që është mëkat jot i madh, dije që mrahmeti i Zotit është më i madh. Dije se Allahu azza wa jalla më tepër dëm faljen se dënimin. Qul ya ibadiya alladhina asrafu ala anfusikum la taqnatu min rahmatillah. Inna Allaha yaghfiru dhunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. O ju rob të mitët se tek në tepruan ndaj vetes tuaj me mëkate. Mos u dëshpëroni për rahmetin e Zotit, nga se Allahu azza wa jalla i fal të gjitha mëkatet, nga se ai është falës dhe mëshirues. Pavarësisht sa ka bën njeriu, çka ka bën njeriu, ai është mes tije dhe Zotit. Ndoshta e din njerëz, ndoshta nuk e din. Elhamdulillah që shumë se njerëz nuk e din, nga se me i ditë njerëz nuk t'i falin. Mirë po Allahu azza wa jalla është çaq i mëshirshëm, pavarësisht sa që kena bë, gjithmonë dera e pendimit, edhe kur mos e lësh shejtanin që qysh ka gjujt mëkat, edhe ka rënë kurthën e tina mëkatit, me të qitë edhe në kurthën tjetër, që me të qitë kurthën e dëshrimit, me thonë se për ty s'ka pendim, se Zotit s'ti falë, se Zotit dhe me thonë ka kushtet mëdha për pendimit, ti s'muni realizën e kështu me radhë. Këtë ajo që po du me përfundu është që ashtu si që është rahmeti Zotit i madhë, gjithmonë duhet me pas konsiderat që mos me pas çështën e pendimit, hajtë se pendohna, hajtë se kthena, hajtë se kërkoj halallak, e kështu me radhë që në fillimisht dhe në start me vazhdu në mëkat dhe me hi njerëzve në hak.
se ashtu si që është Allahu Azza wa Jalla i mëshirshëm, Allahu Azza wa Jalla edhe është dënues i ashpër. Qabili tawb, domthon ka thonë ghafiri dhanb, o qabili tawb, shadid al-iqab. Allahu Azza wa Jalla fal mëkatin, e pranon pendimin, ama është edhe dënues i ashpër. Nabi ibadi anni ana al-ghafur ar-rahim wa anna adhabi huwa al-adhab al-alim. Informoj të rabët e mi se unë jam falës dhe mëshirues. Mirë po e informoj edhe rabët se unë jam edhe dënimi jem është i ashpër. Pra thjesht duhet njeriu këtë jetë me i bashku mes ty dy gjërave. Se Allahu gëzohet me atë që bën pendim. Allahu Azza wa Jalla, dhe më thonë, mëshira tine e ka të i kalu hidhrimet ti. Mirë po dije se edhe Allahu hidhrohet. Nesër në ditën e gjykimit, hadithin e gjatë, kur folë Allahu dhe pejgamberi s.a.s. kur do të jetë ringjallja, e kanë me dalë njerëz për Allahut Azza wa Jall, e ju vjen dielli mbi koka, e njerëz fillojnë mundërsit, e thjesht fillojnë me kërkue zgjidhje me dërguar e pejgamber, me bosh shefat të Zotit që më janis veç llogaridhënia. Kur shkojnë te Ademi aty shpërshun Zotin. Thot Allahu Azza wa Jall, sot është i hidhruar me një hidhrim sa që nuk o hidhruar kur më heret si tash, as nuk do të hidhruat kur ashtu si që të hidhruar sot. Po thjesht, ashtu si që Allah gëzohet me pendimin, ashtu si që Allah e dën pendimin, ashtu si që Allah në lutë mu pendu, do të me ditë edhe nonën tjetër se edhe Allah hidhruat. Edhe djetë një ditë që ku me hidhru, sa që kur as për para, as mëra pas ku me hidhru se atë ditë. Ashtu si që është që falë mëkate, për në pendim, do të me ditë se dhe dënimi Allahut Azza wa Jall është i ashpër, e me frikën dhe shpresën njeriu duhet me shtektuë, dhe më thonë të Allahu Azza wa Jall, se djetarët kanë thonë, frika dhe shpresa jenë si dy krat e një shpendi. Qoftë se ta dy kra i funksionojnë, ai mundet me fluturua dhe me shku ku dënë, me një kra, ose me frikë e me dëshpërim, ose me shpresë e me mëkate, me asnjënin s'mundet me shku kërkon, mirë po duhet me i bashkuar të dyjat, duke pasur në konsiderat që Allahu Azza wa Jall gëzohet edhe shtin dorën e pendimit në mbrëmje të pendohet mëkatari i ditës, edhe shtin dorën e pendimit ditën të pendohet mëkatari i natës deri mos të lind dielli për perëndimit. E tash për si që jem në Ramazan, e që është ditët më të mira të vitit, muaj më i mirë i vitit, kur realisht dyert e qiellit janë të hapura të xhenetit, e dyert e xhenemit janë mbyllura, e shejtanët janë prangosur, e faktikisht atmosferën e kësaj e ndjejmë edhe në tokë, me ibadete se sa vlet na vin me i thonë dikuni aty jashtë Ramazanit të falun një orë e gjys, pa ndërprer, ndoshta kur s'kish mund me bë. A pse sa let i falim taravit, e falim namazin e natës, faktikisht se Allahu Azza wa Jalla ka lecu, me thonë dikuna që mundesh me nejt pa cigare dhe me xheru, mundesh me nejt pa kafe, mundesh me nejt pa bukë kështu me radh, faktikisht ndoshta s'kish mund me përmenduar jashtë Ramazan, po sa të lehta janë gjërat në Ramazan. Edhe me bë veprat e mira, edhe me bë milon domethën disa çështje. E sidomos ato që janë mëkate. E thjesht përderisa është Ramazan, është shansi më i mirë që njeriu më u pendue edhe me kërku falje te Allahu Azza wa Jall, edhe me kërku pendim të sinqert, që thjesht o Zot ta jap besën se unë do të përmirësohem e do të jem edhe më i mirë në Ramazan, edhe jashtë Ramazanit, edhe do të vazhdoj me këtë mirësie derisa Allahu Azza wa Jall të më jap jetë. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad.